Kandidati për kryetar të komunës së Gostivarit nga koalicioni Alanca Kombëtare për Integrim Valbon Limani, së bashku me kryetarin e Këshillit Komunal Valdet Xhaferi dhe grupin e këshilltarëve të AKI-s, ka realizuar një vizitë zyrtare në Universitetin Ndërkombëtar Vision në Gostivar, një nga institucionet më të rëndësishme të arsimit të lartë në vend. Gjatë kësaj vizite, Limani është njoftuar nga afër me aktivitetet akademike, kushtet infrastrukturore dhe programet studimore që ofron universiteti. Ai theksoi rëndësinë e arsimit të lartë si një nga shtyllat kryesore për zhvillimin afatgjatë të qytetit, duke nënvizuar rolin e universiteteve në përgatitjen e kuadrove profesionale dhe krijimin e mundësive për të rinjt që të ndërtojnë të ardhmen e tyre në vendlindje. Limani shpreu mirënjohje të veçantë për pritjen dhe bashkëpunimin nga drejtuesit dhe stafi akademik i universitetit, si dhe profesorët dhe akademikët e pranishëm për kontributin e tyre në zhvillimin e arsimit dhe dijes. Është krenari për qytetin tonë që ka një tempull të vërtet dijeje si Universiteti Vision. Institucionet e tilla janë themeli i zhvillimit shoqëror dhe ekonomik dhe një garanci për të ardhmen e brezave të rinj, u shpreh Limani gjatë vizitës. Ai theksoi se nëse merr besimin e qytetarëve do të angazhohet për bashkëpunim të vazhdueshëm mes komunës së Gostivarit dhe institucioneve arsimore, duke mbështetur iniciativa që kanë në fokus arsimin, inovacionin dhe zhvillimin e qëndrueshëm lokal. Nga ana tjetër, drejtuesit e Universitetit Vision vlerësuan vizitën si një hap pozitiv drejt forcimit të lidhjeve ndërmjet institucioneve lokale dhe atyre arsimore, me qëllim krijimin e më shumë mundësive për studentët dhe komunitetin në përgjithësi. Vizita u cilësua sidomethënëse dhe në funksion të ndërtimit të një bashkëpunimi më të ngushtë ndërinstitucional në shërbim të rinjve dhe zhvillimit të Gostivarit.